Ne në mandatin që po lëm pas arritëm të ndërtojmë rrugë lokale për Pirokun, për Bogovinën, Siniqanin në drejtim të Sëllarcës, rrugën e Kamionit dhe rrugën e Novakës. Pastaj do të ndërtojmë, gjithësisht në të ardhmen do ndërtojmë rrugën e Radiosës në drejtim të Zhërëvjanit, e cila është e kontraktuar. Do jemi pjesëmarrës në finansimin e kësaj rruge ne si komunë dhe jemi bartës, Komune e Radiosës, e Bervenicës dhe Agjencioni Zvicran për Zhvillim dhe Bashkëpunim, gjithësisht ambasada Zvicrane. Rrugën Pirok, unë e kam quajtur ke Rahmani, pastaj do vazhdojmë nga Rahmani në drejtim të Sëllarcës. Rrugën Bogovin Selc do shkojë në faza, nuk do shkojë deri në fshatin Selc, të mirë kuptohemi, pra do shkojë në faza për arsye se ashtu edhe kemi planet dhe projekte. Rrugën në Kamion, unë e thash në kampanjë apo në tubim, preke Pilafi deri ke xhamia e vjetër në Alt. Dhe rrugën Pirok Rakovec. Për të gjitha këto rrugë që po i kemi vënë në plan program të komunës sonë, do të ndërtohen në bazë të projekteve, në bazë të konstruksionit financiar dhe do kenë dinamik. Do të rehabilitohen poshtu disa rrugë. Rruga Bogovin Novosel, cila ka nevojë të riparohet, rruga Kamion Jellovjan, poshtu ka nevojë të riparohet. Ndërtim trotuare dhe sokaqe ka pas disa në brendit të fshatreve të komunës sonë, pra kemi ndërtuar trotuare dhe sokaqe, kemi pasur poshtu rrugë të ndërtuara në Kallnik brenda në fshat, në Novosel, Orviç dhe Jellovjan. Do të ndërtohen edhe shumë lagje dhe trotuare. Kanale për ujëra atmosferike, Pirok, Bogovin, Kamion dhe Sëllarcë, kuptohet kanale do të shkojnë anës një në anë. Kemi hapur shumë rrugë që nuk janë të ndonjë kategorie. Bie fjala kemi hapur ose trasuar rrugën nga Rakoveci në Bjeshk, pastaj nga Zhërëvjani në fushës Bogovinës, po ashtu nga Sëllarca apo Kamioni në fushës, dhe në Kallnik mbi fshat, në Qiflik mbi fshat, në Siniqan mbi fshat. Janë bërë disa hapje rrugësh. Pastaj gjithnjë është trasuar edhe rruga Jellovjan Orviç, rrugë të cilës i kemi bërë projekt dhe rrugë të cilën do të ndërtojmë si vjet me projekt, gjithësisht do të bëhet me asfalt. Gjetëm edhe financat për të cilat i adresuam, gjithësisht i drejtuam në drejtim të ndërtimit të shkollave fillore, gjithësisht riparimit të shkollave fillore. Kemi bërë shumë shkolla, gati të gjitha dhe po jo tregoj. Shkollën e Pallçishtit e kemi suvatuar, e kemi meremetuar, e kemi lirë dhe e kemi instaluar në zemën qendrore. Shkolla e Kamionit, gjithësisht dy shkolla në Kamion, edhe e madhja, edhe e vogla, edhe e vjetra, edhe e reja, pra. Të dy shkollat janë me nxemje qendrore. Shkollën e Novoselës, unë kam thënë disa herë, ka qenë një stall, ose shtall, i thonë në gjuhën tonë, që nuk ishte kushte fare për zhvillimin e arsimit fillor. Ne kemi arritur të bëjmë shkollë njëjtë si Kamionit e vogla, gjithësisht me shtiropor, me lyre brenda, me instalim trymës, me oborë të rregulluar dhe me instalim të nxemjes qendrore. Shkolla e Zhërëvjanit po ashtu është kësaj ndërtuar dhe më në fund shkolla e Pirokut po ashtu ka instalim qendror dhe është me ndrim çatije e lyre kështu me radhë. Ndërtimin e shkollës private Jaja Qemal po ashtu. Ose ndihmuam, më mirë të themi, në ndërtimin e shkollës private Jaja Qemal, shkollë e mesme alternative. Do të ndërtojmë shkollën, gjithësisht objektin e shkollës fillore në Siniqan, punë e cila është e kontraktuar. Pra të gjitha procedurat kanë përfunduar, por nevoja, kërkesa e Siniqanëve që ka qenë permanent për atë shkollë, ne arritëm apo gjetëm mundësi të ndërtojmë, edhe do të ndërtojmë. E kam folë para masës më të madhe se sa kjo e sotshmja, 3 herë e kam potencuar shkolla e Siniqanit të bëhet me qelsa dorë në Vjesht. Edhe unë them se do të bëhet. Si që nismi ta dini se do ta bëjmë. A do ta nisim më një herë pas 24. Do të vazhdojmë po ashtu të investojmë në për shkolla, por me kabinete. Kabinet fizike, kimie, biologjie, ati ku nuk kemi. Kemi një shkollë, po nuk është me rëndësi që ka këto pajisje apo hapje kabinetesh.
Pra do vazhdojmë me kabinete që më në fund të kemi kushte të mira për zhvillimin e arsimit, sidomos tash flasim për arsimin fillor, të mira. Nuk them se do jenë ideale, por do kemi. Pjesërisht kemi ndërtuar shtratin e lumit të Bogovinës dhe një pjesë Piroka, si thonë, Potok, në shtratin e Potokut, pjesërisht po ashtu. Do të vazhdojmë me lumin e Bogovinës, ndërtimin nga ura poshtë, se dini ku ka nisë dhe ku kanë përfunduar, dhe një pjesë apo një krah i lumit Bogovinës, gjithsesi një mur ka mbet pa u përfunduar në pjesën e epër të fshatit, ose mund të themi në qarshirinë e epër, në krahu i mesht, kanë ngelur akoma pa u finalizuar. Këto i kemi në program të parapara, prandaj edhe po flas. Do të vazhdojmë me lumin e kamionit nga qendra nalt. Në Pallçisht kemi bërë maqe dhe projekt, nuk kemi ndërtuar, nuk kemi vënë ndonjë gur, por është në projekt, gjithsesi në plan dhe program. Pallçishti po ashtu si lum, dhe lumi i Pirokut po ashtu do të vazhdojmë nga rruga kryesore, ne i themi Skënderbeu, deri në fund të fshatit Pirok. Arritëm të ndërtojmë një ujësillës, dhe ujësillësi është me qelsandor, nëse mund t'i themi, i Pirokut. Dhe do të ndërtojmë ujësillësin e Pallçishtit. Dhe do me remetojmë ujin e pishëm Sallarç, se kanë nevojë. Rakovec do të ndrohen rrjeti për arsye se janë ngipat nga materiali i azbestit. Në kamion po ashtu, kamioni ka ujë, s'ka ujë. Kamioni ka ujë në bjeshkët e sharit Vakëf apo Karabonar, thuni si të doni, ne kemi bërë do matje dhe ne do të ashtojmë edhe një gip, apo do të ndrojmë gipin që është ati i njëjti, dhe do të vendosim një gip i cili ka kapacitet më të madh, sepse kamionit gjatësinë e zverës nuk i mjafton. Ne po ashtu ndërtuam edhe sallë sportive në Zhërëvjon, që është me standarde, ndërtuam edhe fushë sportive në kamion, që po ashtu është me standarde, edhe pse ka shumë pak punë për të finalizuar. Ndihmuam në fushën sportive të Bogovinës, kemi ndihmuar nga pak edhe në sport, sidomos në sportin e futbollit. Kemi ndihmuar. Do të dalim pak ke planet urbanistike. Zhërëvjoni ka plan urbanistik në fuqi, ka gati, ka modern. I Bogovinës është në përpilim e sipër. Përveç këtyre dy planeve urbanistike hapësinore, dy plane tjera urbanistike hapësinore i kemi kryer për nevojat e qeverisë, me plan program të qeverisë, me urdhrin e qeverisë, me plan programin e qeverisë dhe me urdhrin e qeverisë. Ne kemi pranuar me gjithë qif, dëshirë, sepse një plan urbanistik është i gatshëm në Kallnik, në fushën e Kallnikut në Vakëf, dhe do të shërbejë për nevojat e klinikës, gjithsesi fakultetit mjekësisë. 16 hektar tokë është plan detaj urbanistik, dhe një në Zhërëvjon për nevojat e fakultetit të bujqësisë. Po ashtu 16 hektar tokë. Këto do të shfrytëzojë universiteti për nevojat e tyre. Unë jam munduar që përfaqësoj drejt sekretar komunë deri tash. Ka do që kam shkuar, kam folë në emër të qytetarëve, në emër të biznesit. Pra si tash më herët ju garantoj se do të shfrytëzojmë edhe më tepër fonde. Për këtë unë kam garanca. Çështjen e legalizimit. Legalizimi ka filluar një vjet më herët, vjet se dikur, kishte afat kohor 6 muaj për të bërë aplikimit gjithçka kërkesa, dhe pas asaj kohe ne kemi filluar të japim akte apo akt vendime. 2800 kërkesa ka pas për legalizim, afër 800 akt vendime kryetari i komunës i kanë nënshkruar. Nuk kemi pas fare probleme, inspektorati shtetëror na ndjekën muaj për muaj se si punohen, as ti vërejtë nuk kemi.